Lartmadhëria ngul këmbë të vërtetohet preardhja e tij nga kastriotët. Ai e meriton plotësisht emrin Skënderbeu i tretë. Do të ishte më mirë që mbreti të sillte një historian nga Franca. E keni gabim, kushuri. Anglezët kanë traditë në qeverisjen mbretërore. Zonjush? Kushuri, me ju do të vijë edhe i membes. Kujdesuni për të. Do të bëj ç'është e mundur. Thank you. Fal. Bëni çmos që historianit i duket çdo gjë e bukur. Mos u shqetësoni zotri. Siç ju thash, do ta filloni me Tarim. Në prefektura ka rreth 1800 banor, një burg, postkomandën edhe një shkollë fillore. Mileti është pak harbut, por ju do të keni punë me ata të Paris, të cilët janë bujar edhe havarda. Të marrën masa urgjente. Ministri punëve të brendshme. Historiani për Ingliterët do të filloj turneun e tij me në prefekturat dhe komunet e jugut. Është detyrë që secili qytetar dhe katunar jap informata në lidhje për çdo dieni që ka për familjen mbretërore dhe dinastinë Zogolli. Përveç kësaj, vizita e zotit Bill Jackson do të shërbej për tregu para Edhe këtu ta sjellim u sosën u turak tasi. Qytetërimi fillon nga nevojtorët Zenelbej. Vareni drejt se keni shtrembër. Mihal, urdhro! Isha ato plerat atë. Se s'jatë po shkon zirtu, po zërë dy magazini ke. Do të ke mirë si kur t'inauguronim saatin. Emër se kemi inauguru 3 herë. Jo, mërë, jo se kuj në nderon neve, jo mua ti. Me Shatrevanin Tarina do duke tamam si Evropë. Zoti nën prefekt, gëlqerja nuk del për të gjitha pemët. Lyj nga ana e dukshme. Se mos historiani do t'i sillet rrotull. Pa pashi. Shqyqy po vjen historiani, se u pastruan tërë plerat e qytetit. Inshallah vjen çdo javë nga një. Bukur Zenelbej, eh? Ja, iki këta me të budhar se s'ka lezete, s'keme as kinema këtu. S'prish punë, mor Zenelbej. Mjafton që historiani të kujtoj se edhe këtu është Oksident. Nuk thushi që ne solde nga prefektura. Më shbëre mua rejmi për të kapur ta gramledhësin e rejmë. Po kjo këshu, vjen bi i botë nga Tirana me firme me vull, rëmben taksat e krizën e ikër, vallajt jo këtu. Ti kishim ato para sot, jo një, po 5 Shatrevan do në. Jam mërë të menja Zenelbej se ishte hajdut e ikë, mërë, mos prek me dorë. Avali shkjerë ndaj dorë se maksimum da. I kam lanë urdhër mua remin ti degdisin në nga komune Veris. Mileti qytetit, si hori që mbretit, apo i dolçoni. Allahu Akbar. Më shumë nga të gjithë është e lekosën në prefekti ynë. S'ka fajgjori shnall. Nga pritje që do t'i bëhet historiani të varet karriere e tij. Po su kënaq historiani, aha. Vate ëndra e tij diplomatike. Nuk ka më konsul në Evropë. Edhe Zenelbeu se çka? Thonë se historiani ishte i fortë tamam s'një dem. E kudo që vete,
u bën derman grave shterpa. Këto të beut zbesoj t'i shëroj. Do zoti jo. Ne duam të shuhet fara bejlerve, jo më të shtohet. Fejzo, që kemi më? Ha më Fejzo? E shtë kemi ja kështu. Po e shtym? I gjori post komandant. Ka rënë dashuri. S'ka faj Lugati. 20 vjet kaçak, janë ndritur ndjenjat. Lere bajgën. E ja bëj një shah. Dalti aty, mos lëviz. Guarda. Kontrolloj makinën. Dili ande gazo, dili nga brava. Zirë dhe tjerë në makina. A dili një hajde. Dili për jashtë. Ambilo gojë. Andiri një çke këtu. Andali se vem. Diri. Kolega. Çanta. Kontrolloj çanta. Çfarë kërkon më çanta? Selman, merë ato qelësat e makinës. Resul, bjerë këtu atë çantë Resul. Lak të çantën e tjetër. Zotni, ky është historiani i dëgjuar Bill Jackson. Kurse unë jam kushëriri i tretë i ministrit jashtëm. Gëzohem shumë. Unë jam djali i kryetarit të bashkisë. Kushëri i ministrit brendshëm me zanat ta Gramledhës. Hec. Në pyll ka të thimë. Jo, more. Targa mbledh si rrem? Po duket. Ti kapi. Sumërsi, se do ta gjej pas sumërsi. Banoj. Dalu! Molja vjeti se odha truder. Çfarë bën, more? Imbecil. E di me ke këtë bësh apo jo? Zonjusha është mbesa e ministrit. Lere këto pallavra si haun. Hajde ecë përpara. Hajde. Who are you, mister? Ore, mjekës qap! Hajde se ta rregullojnë ty! Hezë përpara! Kapuk! Bandit! Hajde ke zoti më arrem atje! Ej, Ç'është? po mlidhen kokat e tarinës. Si çdo natë. Shosisin punët e qymetit. Hezë përpara bëton! Hezë përpara e mos bën të një vend një mu! Se të shkull mjekësi! Hezë përpara! Bjeri me vlan, bjeri, shdëpin i dru, se janë bashkëpunëtorët e ta Gramlesit rrem ata. Hezë përpara mër mjekës qap! Hezë se të rrjem! Hajde për këtu! A nuk e shef, kjo është vetëm për të hujtë! Hezë më shesna këtu! Hezë përpara! Ne mbulojmë. Zoti Maslëm, ç'bëre me të dyshimtet? S'ka vend. Agapi temu, shtesa e burgur ka 3 muaj që mbarua. Përse nuk e mbush? Ja i futa, mëse te ushqej. Porositit sjellin bukën me vete. Burgu nuk është teqe. Po napim lajme nga bota. Rom, Agjencia Stefani përgënjeshtron. Zonet si qarkullojnë për jashta. Zoti Maksut, të kërkon post komandant Muharremi. Janë veshuna nga çdo themel dhe janë Bëni një dorë pa mua, tendencioze dhe për të trumbullu paqen në drejtik. Rome. Po kjo agjensi thot More në qafë marrem. Vike. Ç'pate zoti Maksut? Zonja është mes e ministrit, more. Jam zonjushe! Rufian! Ka për një terë, more, butaren! Ta shikoni! Vete gatove, vet haje.
s'po marrë veç gjë. Do t'na i paguani shtrincit që bët! Deri palla do të angojemi për ju! Kam zilin që këtej se kam min! Zonjushe, urdhroni, cili është pusi juaj, cili s'keni juaj? Zonjushe, po të doni meri dhe këta tjera. Kujdes, Zonjushe, mos të rshitni. Më lutem, mos të vriteni. Avash. Kujdes, sheni. Do të ishim kthyer me njerë në Tiranë, po nuk kam çfarë t'i bëj zonjushës. Shëqër që shpëtua me kaq. A thua? As me e të ksheshi. Kaloni. Hajt, këputi qabën. Hajde, më shpejt. Janë që leshet që u dha me rastin 25 vjetorit pavarësisë. Me t'u larguar historianit do të dorëzoni, ha? Hajde, më shpejt. Vini kishin të ajo karta aty. Shpejt, hajde. Më lëvizni. Ha. Tjetë alegri, sa ma shumë. Gjandar me Vlani! Urdhoni! Mos harro. Sa herë që të kruj kokën. Si urdhon! Mevlan! Unë, Hiqat gomon! vend. Çdreqin është grumbulluar gjithë ky popull. I ka ngënjur. U kanë thënë se do të shpërndajnë ndridh pas ceremonisë. U ta qoj gomarin zoti Maksut. Oh, unë thash për alikon më hajvan! Mjall! Po, gjithë të pleka. Që pislek, more. Ngri huni more, ju ngri huni more. Shtini tjetër veç të shtriheni. Ardem Bela, s'kam. Mihal, urdhro. Sejt! Urdhro, thoti Maksut. Hiqi shpejt. Hajde. Hajde, Sejt, hajde. Merret. Ka bërë vizio, hëni? Lëvizte, afroni. Atë gjithë me njëri tjetër. Ashtu. Kujdes, uloni një keq më duke vlera. Lani mërë dhamë të shoj historiani që keni parë komplot. Ha, mere. Ashtu, mere dhe ti. Hajde gjete. Lëvizte, po, do të gjithni. Amarti për plas duarti. Amar po, Filik. Hajde, Amarti. Do të kitë, more. Për plas duarti, more. Top, Filik. Allegro. Historian, Zonjusha Shadie, edhe ju zoti Karafil. Më lejoni që në emër të banorëve të nën prefekturës son t'ju uroj mirëseardhjen. Vizita juaj na shton gëzimin se bëhet në një qast kur në qytetin ton do t'inaugurohet vepra oksidentale që do të zbukuroj qytetin. Vepra oksidentale! Në këtë rast, urdhroni të bëjmë një fotografi së bashku. Hajde, largoni.
Hapni rrugën historian. Te Shatrivani. Veli, bëj gati aparatin. Hapni rrugën historian. Ashtu e vendia, ashtu si kam të dhishë. Avashti more se na vrat. Unë mërdi, skërfil. Afroni. Avashti more se na vrat. Se na more, prima na more. Ma dajte dalë edhe unë njërë në rejshme. Ndjeshuni. Ashtu. Gati, mos lëvizni. Shikoni zogun? Ashtu, gati. Jo, zogun atje, jo, zogun tim këtu. O, Veli, preju a kokat e nuk i të kato e. Mesin dhe. Na theve brinjës. Dhe tani, zotri, lejoni, fillojmë ceremonin e inaugurimit të Shatrvanit. Zonja dhe zotri, në këtë qast që po përjetojmë me banorët e nën prefekturës sonë, në sajet kujdesit atë nërë të nalt Mallnis, rraf kujdesi atë nërë i nalt Mallnis! Sajet kujdesit atë nërë, rraf kujdesi atë nërë! Sajet kujdesit... Rraf kujdesi! Marrem ma hiq këtë hajvan. Kjo vepër mallore. Rato! Olje dhe kocka. Qendrët në prefekturës son do të shërbej si vend çlodhje për gjithë ne që grumullohemi këtu për të freskuar. Hajde qenë. Si s'duket kanë shërit derët, po hajde t'ikim shpejtse. Një minutë sot i ma thonë. Jo trapa pullore, gëzohet të njëki sot i maksimum. Na qenë dojnë vënd më sigur se nuk kemi ndërmend të shesim dhe njërë lëkurën presa. Signori, venite qua sopra. Nuk Po do mëre se t'i ka rafir për t'farë zonjet, ku do se na mora shirë. Një minutë na ore shmbeta unë i gjori për hapa. Facciaparemo! Sobrimo! Luria! Debria! Fatma! Debria! Emilia! Fatma! Hai fatto uno spacco! Erda Toniosi! Cosimo sì! Ruce më përkoj, shtype kështu. Ashtu. Bej, o bej! Zonja juaja jo? Jo, kjo është shqiptoria, gra kamun 4. Që nga i forzen il bej. E për si bësh, ta jep zotit ta 4. Women have war in my house. Shto zoti historian? Kto të lumë të grave shqiptare që bëhen copë për burat. Anglin nuk u avarin fare. Na e varin se kërcet kjo pastaj. Ore, i kam blerë 4 me vlorin dorëm këto. Një filozof ka thënë. Është më lehtë të qeverisësh një mbretëri se sa një grua. Po me vend pas ka qenë buri mençur. Se çe i qen për qeverisur 4 gra ky gjallë mandi. Po çu bë zoti Maksut? Se erdhi. Zonja dhe zotri. Zonja dhe zotri. Zonja dhe zotri. E shtrojmë këtë banket me rastin e vizitës së historianit me fam, që historianit me fam. Rraf vizita historianit me fam! Hurra! Vinire! Ky kur fillon s'di të maroj. Mirë thot,
mua më griu. Zotri, midis mira ditëve që kemi kaluar, e që do kalojmë, do të gjenden edhe ditë të tjera që bankete si ky do të shtrohen edhe për miq të tjerë. Të mbetën syt nga kodra Zenelbej. Po shoh ato dembelat e derrit, ushtruan të hanë me ose as e kanë mend të ngrihen. U lodhen fuqar. S'pas kanë hiq Orex. Mos ki marak, do të vi dita do t'i vjellin të gjitha. Zoti Karafil, i thoni zoti Jackson se pikrisht këtu gjaja në Altmanis kreu një akt heroik jashtëzakonisht të tmerrshëm. Ç'të ketë bërë ky gjaja i mbretit që bëhet gjithë kjo gjulluri? Ti jetë me gjithë mend që ka një damar nga Skënderbeu? Në këtë vend theri një qingi të kamedianinës. Burgu im po mbushet me komunist. E ke gabim, se komunizmi nuk mund të lulëzojë në Shqipëri. Tek ju s'ka klas punëtore. Atë mos e thuaj, zotni. Në Tiranë u zunë tërata komunist, u bëj gjithaj gjyq. Unë kalamajsh, aventurier. Nuk janë kalamaj, jo. Janë të rrezikshëm. Kam qenë vetë në atë gjyq dhe i kam dëgjuar me këta vesh. Në Art Madhnia i Syrgjynos. Ne ande nga Tirana na hapin shumë të lash. I sillnin burgun tim pa u andrejt sa marrin. Do të ketë në një dhe këtu tek ne. I kam thënë Muharremit. Po të qep Muharremi. Zenelbej, të bëj një resti me këtë medalje? Unë e di që ti shkon me gjinën pirinatin tim. Po ja ku po ta them. Po të pash edhe një herë do t'i them sa shoqe, rufjan. E ke gabim. Lidhja komeve ka rënë hall. Një shtëpi me 40 lesh, kujt ja prish e kujt ja ndreq. Italia qahet se nuk i mjafton tokë. Japonia dhe Gjermania se nuk i mjafton naftë. Japonia s'ka që t'i kërkoj lidhjes. Aty ka Kinën pështri dorën ta marr. Në prefektura jon, zën vendin e parë gjithë mbretnin për punë pjesë. Mjafton të themi se tek ne harxhohet 20 herë më shumë raki se sa vajullit. Do t'i themi historianit që këtë ta fut në kapitullin e mirëqenies. Puna e rakisë ashtu është zotërin. Po në prefektura jon, ze vendin e parë edhe për numrin e sëmundjeve. Mjafton të themi se përveç frufi. Ato ja thoni do një historiani tjetër. Ky nuk ka ardhur për sëmundjet këtu. Zoti Jackson do të shkruaj historinë e Art Madhnis. Dhe do të futen në histori të gjitha ato xhaqe që e meritojnë. Ja gëzuar. Gëzuar zoti Maksut. Alegria. Të paçën zoti Muharrem. Do ta ndaj Zülfie. Më është bërë si mot. Mirë do të bësh, ndaje. Si këtë rrise. Dashuri. Gjitha mia. Gëzuar Zenelbej. Zoti Karafil, lutem shumë. Urdhro. Të lutem shumë i thuaj zotit historian të më dërgoj një melem për ato 4 shterpat e mi. Do ta sjell se s'bën. Që kur të pjellin, do të bëjmë jo një, po 2 për njerësh. Mashallah. Gëzuar. E paça gëzuar. Zoti Karafil, bëj çmos të më jepet mundësia të bëj tregtim me Angli. Se Italia mi merr badjavale kurat e mia. Mos ki merat. Kam një lutje, unë ja thonë e zotëristia. Se shpirti ma do që ja tak të bëni këtu në konakun tim. Se po vajtë të flini atje në anin e ati ka ori derit Mihalit, va them unë do zini mora. Jemi tepër të kënaqur nga bujaria juaj, Zenelbej. Në historinë e mbretit do të hyjnë të gjithë ata që sakrifikojnë veten edhe gjën për Art Madhnin. Ky është llaf me vend, ja t'u them unë. Këtu tek ne ka plot zotëri bujar që me siguri do ta meritonin t'u shkruaj emrin nga dorë zotëristia. Bill Jacksoni domethënë. Ju Zenelbej dukeni njeri i denj për konsideratën tonë. Faleminderit. Bile ky është edhe mendimi i zotit Jackson. Yes. Ndërsa për ju zoti Maksut, kam përshtypjen se pas incidentit, vështirë është të realizohet ajo ëndra juaj diplomatike. Veç në i dashë qefi zonjushës Sadie, të cilës me Leoni t'ua them në konfidencë, sjellja juaj ka lënë përshtypje të veçantë. Këtu varos. Ajo bëshkasi në erdhën fillimisht tek ju. Do sot i gjen këtu njeriu në zemrës vet. Si është e mundur? Të redere male. Qupat kështu e kanë. Po t'isha në vendin tuaj, zotalinja të humbiste kur ky rast. Zot sa frikë që kam. Një gjë po ju them. Zonjusha Shadie është një vajzë e përkryer për ju. Ka një pasuri të madhe. Pasaj mos harroni dajën e saj, ministrin e jashtëm.
ajo mund të bëhet një orë që ju mund të idheni prej këtu drejt edhe në Evropë. Daja ju çmon shumë. Me gjithmen? Aha. Max. Si si e martua? Akoma nuk ka dal fati, zënjushe. Fati edhe kërkohet. Po ju, zënjushe, a keni mendon për martesën? Aha, ndërroj një burr me sytësi, me mustaqe, po? Me flokë të drejtë, me vis në mes, me një ball, të vogël, i pjekur. Si lumaj që do ta ketë të fat? Këtë fat mund ta ketë dhe një njeri si ju. O, zot, tjetë vërtet. Max, dhe gjë? Jo, fola, ashtu këtë, zënjushe. Max, më prit, Max. Mos u tremni, zënjushe. Mos... Zenel Besha qevi. Zenel Besha qevi. Na, edhe hap sytë se po i humbe të vdiq sot i Maxu. A ka larve në dorë? Ashtu. Hajde mërë qëpë, me vlam. Hajde mërë s'dukë drejt. Të kam gjatë. Hajde mërë qanë. Të lutëm zoti Muarem, më lisë edhe mua me këta. Lere hat Josif, se më këndor kokoshin mbi samar. Nuk pret puna, ja zëre se jam rebel si këta. Edhe unë jam kundërshtari i zogut. Aman, zoti Muarem, marrë sto. Lëshoja more pisevek, se nuk janë si ti ata burra që futen në bushk. I poshtër, raf të duqja, viva Benito Mussolini. Raf fascizmi. Mbyllë more atë kamare po të them. Rëvë zogu i parë! Viva Lire! Rëvësania, me se jeni princ dati! Mirë, pa do t'a shofësh kur të vit Alia. Sifka, kote ke. Shaj ore mbretin që do të fusin brenda. Do të futem se s'bën. Njerëzit me rëndësyri në burg. Atere ka se ishte shkrua historia për mua. Zoti Mihal, Në mërë qështë. erdi historiani. Erdi ku? Ka tjede të sheshin. Pa ti mërgomar që bën këtu ti. Unë prura këto gazetat për juve. Ik more, Hajtë, këput qafë. ik more po të them. Mi jep gazetë, akshamin. Por do zoti maslon, petit parisien. Le petit parisien. Po unë nuk di që të huaj, zoti Mjan. Punë e madhe. Rëndësi ka që të kujtoj historianin që dini. Çka me di. Kullë e Babilonit. Shumë e drejt, zoti daskal, shumë e drejt. Por dro. Lere gjvete. Letë kujtoj historiani se qyteti jonë zjem nga kulturë e madhe. Zoti Mihal, marrin një ballë bashk. Hik mërë budal e ti për jashta. Hajtë, put qafë. Gjinë më i qene, na bere këtë Napoleonin. Na merove, mëj, na merove. Një vend kefi biringji, zoti Jackson, është e kafe shëndan. Very well. Urdhëroni. Gruni servizën e bebë. Mirë se erdhët. Kalosirthet e qirje, kalosirthet e. Mise na urdhrohet. Zoti Maksut, mise na erdhët. Ke shkuar mirë. Faleminderit. Hajde urdhroni. Tjeta. Urdhroni. Që thot kjo, Veli? Shiko. E dim që je sklavëruar o popull dërzi. Dhe s'di të bësh një pyetje, të japësh një përgjigje. Por duhet të mësosh se ndryshe je i humbur. Mjerimi ka këtë të mirë, që e zë përfyti miletin e ja sjell mend në kokë me pahir, në qoftë se ja nxjerr shpirtin. Arsyeja se përse arka e shtetit shqiptar ka qindra e mira për Ahmet Zogun e pallatin e tij, nuk është se ky është kusar. Por ka edhe një arsye tjetër. Se ti more popull, i le këta kusar të vjedhin. I le të bëjnë qef në Vjenë, kur ti
Ngorthuri. Rezbegji, shaka gji. Presim që uria t'i zgjoj energjitë e fjetura e të bëjnë luan si që ke qënë e si që duhet të jesh. Në daq, mos u bënj. Po atëhere gatitu të vdeq. Shtriu mbi grëmadhe të tërmeteve kombëtare dhe të bëlbëzo. Rov Sultan Kukudhi, shpëtimtarja të dheu. Mjaft! Panoli, zoti Maksut. Shjeni. Zoti mi hajde. Urdhra. Nga I more këto gazeta. Tina edhe zoti Maksut, janë ato që erdhën nga prefektura. Po, ato janë. Duhet t'i kishe parë për para unë, po. Gjera që ndodhi. Panoli është një bukë shkelës që do të zërë faqen më të zezë në histori. Ose nuk do të fute fare. Apo jo, Zenel Bey? Domos. Historia e mbretit është historia e besnikëve të lartmadhërisë dhe oqaqeve të mëdha. Roft në shpadhnia! Do të historian, do të din nga ju me saksi, sa gjyshën bani më? Sa prej tyre ka rënë në fushën e betejës? A ka do një lidhje o gjaku juaj direkte apo indirekte me oborin mbretëror? A I ka dhënë o gjaku juaj do një ndikë më gjajës së lartmadhërisë gjatë syrgjënosjes së tij këtu? Për çdo gjë, duhen dokumenta dhe dëshmi. Për të gjitha këto do të betoheni mbi Kur'an ose mbi Ungjil. Plotësoni formularët. Jepjeno njëri që është dere madhe, ne jemi fugarin. Po deshe I zoti historian, unë mund të ndihmoj me ato fotografi që kanë bërë ditën e inaugurimit. Si duke të na mjel mirë ky historiani. Hallalli ja bëj. Vetëm të më fus emrin në histori. Se po hyra atje, bësh I pavdekshëm. Gjandar! Uno! Qoje këtë letër në post. Është nga zonju Shashadie për ministri. Unë nëni zoti Maksut. Qoje ku të thanë mërë hajvan. Tarini deti, po, I dashur daj, udhëtimin e bëm shumë mirë, po vetëm një aventurë të këndshme për të ne më rregulluar mjaft mirë. Nën prefekti po I këtushëm është njeri I mrekullueshëm. Besnik deri në vdekje I naltmallnis. Habitem se si një njeri I tillë mbahet akoma në këtë post mizerabel. Zoti Maksut Ramo mund të kry shumë mirë detyrën e konsullit në vendin vakant të Zvicrës ose të Austrisë. Të lutem zgjidhe urgjent këtë punë. A shiko? I dashur daj, te ka njeri shoh gjithashtu një bashkëshort të ardhshëm dhe të daj të më qëndroj në krah për jetë. Pa më tepa, ha? Zoti Ama ti, marja. Zoti Muarrem Akrepi, post komandanti I kësaj nën prefekture, është një Sherlock Holmes I dytë. Që më, Ai I njeh me dhëmbë edhe mballë të gjithë elementet e dyshimtë dhe me një të rënë të bilit I çduk. Nuk e kuptoj se si një njeri I tillë mban akoma gradën e nëntogerit. Të paktën ta gradoni kapiten I gardës mbretërore. o njima këta di, o një këta. Hajde, femër, hajde. Po që nuk hajde që pas ka të ratësja. Vesh për një gjëmë vjen keq. Për çfarë? Nuk I pas ka shkruar për gruan që duhet ta ndaj. Jenë vetëm. I ke 5.000. Që vjen turba. Nuk mund të lëm pa përmendur me të fuqishmin e nën prefekturës
më të pasurin, më bujarin, më burr që do ta kishte zili edhe Don Juani. Don Juani me Kazan. Kazanov. Erdhe Kazanov. Po të ke beqarë, s'do të dija këtë zgjidhja më parë. Gjenel Beon apo Maksutin? Emo, ma qofë. I dashur Dajo influencot tek mbreti ta zgjedhin deputet të gjitha në prefekturat të jugut. Urin. Lartë me lartë. Faleminderit. Hajde, femër, hajde. Durove 15 vjetë, po fitoj. Ta shohim. S'ka të shohim të. E i nazet tash. Shohim. Qumë qeveria jo. Hajde të shgonesh. Zotri. Ju faleminderit për urimet e sinqerta. Edhe unë ju shpërblesha në rastet të tilla. Pa Letrën do ta çoj në post me dorën time. Urgjent. O dhëllë Maktut, historianin kur këm të vizitoj godin ku a qeni bërgothur gjajnë atë madhris. Mos më. Nuk e japim. Do të leroni se s'bën. Është prona jon. Edhe në qoftë se kemi bërë deri më sot ndonjë tolerim, ka patur arsye. Apo jo, zoti Muharrem? Zoti Josif, do të na detyroni të përdorim forcën. Gioia, signori. Do të leroni më njëherë. Që sot, me dekret posaçëm, do ta shpallim vend historik mbretëror. Ndaç shpallin, ndaç jo. Ky lokali përket kolonisë italiane. Do t'u themi gjandarve t'u zjarrin. Po t'ishte puna për gjandarin, e trasim 8 milioni din Austri banete. E poi? Ma arrestoni mua dhe diçka mund të bëhet. Ju të tre vrisni mendin e gjeni zgjidhje. Historiani ka ardhur për gjajën e Naltmallnis i cili ka ngrysur ditët e fundit këtu. Gjen një rrugë dalje se ndryshe na mori lumi. Nuk ka tregti me Anglin. As kryetar bashkiet. Nuk ka drejtor të përgjithshëm burgjesh. Morëm. Vete keni ndorë. Sikur t'i propozojmë shtëpinë në rrugën e Nambretresh. Është më e mirë se kjo. Zoti Kozma, zhtin tjetër nxënësit. Qau lapi. Pusi. I ziu që kur kam ler, hizmeqar der më der, një këmish të res kam ler. Shbëhet, more Kozma. Mos don që historiani të zhvesh këmishën e tij për sadaka? Zënjushe, falni. Pusi. More Kozma, që jep nxënësve të shkruajnë për komunën e Parisit? U dim ne kush është kryetar komune apo postkomandant atje? Je bërë të shkruajnë për komunat e nën prefekturës sonë. Aj. Për zotin Maksuta. Për mua. Tu një tjetër. Pas ka idera bolshevike ky mësuesi juaj. Sa dush. Po shpresni atëre. Do ta plasnim mbrana po historiani? Zoti historian ka interes veçantë të shikoj godinën ku ka qenë burgosur gjaj lart madhris. Yes. Unë studioj tani. Just now. Don't worry, Mr. Jackson, don't worry. Kur të diqëroni, zoti Jackson? Kur të diqëroni? Zonjush. Zoti Karafil. I keni për shpenzimet vogla. Do të përpiqem të ashtu disa ditë. Veç duhet ta dini se këta tuajt kanë një këmbgulje që godinës duhet t'i jepni pamjen e një burgu të Rrofsh, zoti Karafil, rrofsh. Po do historiani të fillojmë ato persona që i plotësojnë kushtet të shkruhet emrin historinë e mbretit. Tomorrow, nesër fillo puna. O, nesër, tomorrow? Mos luaj. Ashtu. Nga dalër, se më prap. Dhe të bëj një res me unë që të kalosh dhe Rudolfo Valentinos. Më nxirr bukur se nuk t'i aparat. Ta bëj me zë. Do ta zmadhoj sa të lartë madhri si t'i pëlqej dhe historianit. Si do ma bësh? Do të nxjerr vetëm kokën. Ajo tregon ç'ke brenda. Gati. Mos lëviz. Me shëndet. Mos lëviz. Me shëndet. Mos lëviz. Me shëndet.
Kur të viti marë? Pas një jave. Po dëgjo, të më krejt shmirë se të krej binanu, të mil dyqanin? Mos ki merak, Zenel Bey. Ju qaltis në gjeni dëshmit. Gjaselmani po shet nga gjitha llojet. O burrat e ka i. Veli, bëj edhe mua një resme. Hajde marrë ti, mistrec. Urdhëroni zotëri, urdhëroni, gjapa. Ku janë? Nga të gjitha. Austriake. Hiqe marrë t'ja të shpatë. Na shpove sy. Na, jem ca kafka më, Një 10 nga to kafkat italiane. Ashtu. Paguaj sa ti. Unë t'ja aparati të më japësh mallin. Dale, prit njerë jam, unë. Se në lbej të lutem shumë me radhë, të lutem. Sa mërë disi dhe, ku ti lutem? Të lutem. Na parat. Urdhro aparat, urdhro. Si dua ta marr këtë. Mirë, duhet jetë me vlerë kështu. Si deshe këto kova të vdekur iso bej. Po shleroj ti lejë lape. Më shumë shtrejt bizuri këto dy piskjolla. Se e shkërkon ti, të ysh në histori, çaba. Shumër po. Dëshmit sot i krafi. Dokumenta këtu për sheshe të këvendi. Hajde Marti. Piskjollat. Selam Hoxha Efendi. Resmet. Dokumentat. Hajde. Hajde, këtej. Transportat. Kurson kam një lutje. Nuk dua të më futeni në historinë e zogut. Jam antizogist. Bile i tërbuar. Ashtu? Vojtat. Dërgom. Ai ka qenë prombreti. Kurse unë nuk dua. Po nuk dua. Eko marrë, stili gom. Amar pus. Se s'pusi edhe mua këta në histori. Unë nuk zë shumë vend. Po di unë. Mos more. Për kokën e babait të kënjej. Zëre se erdhën. Po ato sigur e kishin lënë për javën tjetër më. Ik në Tirasanin, sjellin gotukët. Në rregull. Lari more drut këtu. O Sejt më! Urdhëro! Urdhëro, zoti ma këthot. Kanë ardhur hallëgjit. Plotet sa duat. Zgjidh një 3-4 për tyre, të tjerët nisi. Qoftë. Baje pajton. Oj. Mirë se erdhët, zoti historian. Thank you. Urdhëroni. Që ta merrni vesh, familja ime ka nxjerr 3 pashallar, 3 detora burgjesh edhe 4 kadin. Përkthejani ju lutem. Ja përktheju mos. Kurse unë vet jam zot i 5000 kokë aktive. Në këtë zarf keni shpenzimet që do të duhen për letrën dhe për bojën. Vajin e çova në magazin. Zoti historian, zotëria juaj, kjo është pema e familjes time. Këtu jam unë. Tu është rregjyshi im. Do ta studioj vet. Karafil! Zoti Karafil. Një minutë. Zoti Karafil. Selimin mos e futni në histori. Gënjen. Ai ka qenë pleksur me atat kur ngritës fjerit. Ashtu? Po. Po patet gjë tjetër e janë i nesër ora 10 alla frënga tek Sarajat e Beut. Faleminderit. I tha gjë për mua. I fola për baban tënd që ka qenë një patriot i madh. Shumë faleminderit. Mirë se ardhet. Hajde. Çto zotëria? Është tepër i kënaq. Të nderuat shumë. Alright. Urdhroni. Zënjushe. Ka në një lajm nga daja. Zoti Maksut, vazhdoni punën. Zëre se ne nuk jemi. Zënjush. Edhe mos u shqetësoni fare, çdo gjë është me ditë. Vazhdo punën siç do ti. Urdhroni. Sejt, futi brenda. Hajde, futuni brenda. Po ha, mora ju? Mara lufta e parë. Po fillon e dyta. E ju akoma nuk i keni shlyer detyrimet e vitit kaluar. Si urdhëron. Do më thënë, do t'i shlyeni. Si urdhëron. Po të si vjeçmet? Si urdhëron. Po detyrimet e vitit? Si urdhëron. Bukur. Këta këtu thonë gjithë një, fjapin gjë. Atëherë kalonin sekretari. Bërisht. Një minutë. Ju e ne nuk e keni bler fotografinë e kryeministrit të ri. Po ne e blem një janar. Po pse me një kryeministër do rrim ne? Ajo ishte e Papa Vanxhelit. Sa bëni riu? 1 qerek lekut. Badiava.
Zoti Jackson thot se në asnjë vend bos nuk kushton kaq lirë një kryeministër. Po, puna është se ne s'kemi asnjë kacille. A mund të na jep një veresie? Veresie? Ysh, keni turp. Jeni dhe para të hujit. Gjandar, kontrolloja gjepat. Zoti Maksut, po unë s'kam gjepa. Historiani dëgjuar ka dëshirë t'i qeras fshatarët me fotografinë e kryeministrit të ri. Të huajt janë parelli. Ata po të duan mblenë tërë qeverinë. Marreni, me të shku në shtëpi, i varnin mua. Do t'i varim zotin nën prefekt. Do t'i varim. Shkonin. Unë e vështirë kjo e juaja. Sidomos këtu. Shpresojnë të mos zgjatë shumë. Zoti Maksut, janë të dy të tjerë, ti fut brenda? Të vinë nesër ato. Dgjoj, kanë dy sporta me vete. Shportat maja. Zoti Maksut, historiani dëgjuar ka mbetur i mahnitur nga aftësitë tua profesionale. I thoni se kryjm detyrë. Me burgun e Gjajs, bëhet. Shpeti do t'jetë gati. Oh, yes. Ku Gjaja? Ku burgu? Sipas programit, zoti Jackson. Sipas programit. Urdhroni. La piccinina. Spirtat e mi. Un beca, un për ju me thonja. La 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 la. Mr. Jackson. Zoti Maksut, mba fjallën. Më shumë mërzit çketi, prit edhe ça. Nuk pres më. Zoti Karafil. Kaloni përpara se kam pak punë. Tunja tjeta. Tunja tjeta. Nga burgu po bëhet punë e madhe. Havelim, barove? Ja edhe pak. Pa, e kam qarë. Ja, këtë do t'i jap historianit. Jo, Reveli, jo. Do t'i ruajmë. Të tilla fotografi na duhen për historinë e vërtet. Ti bëj gati vështarët? Bëj. Se unë të ha oficerin e zi. Ti ja oficerin e zi, unë të ha kalin. Ashtu? E ha kalin, po me një lëvizje të glabrojmë mbretëreshën. Ti me një lëvizje glabëron mbretëreshën, kurse unë me dy lëvizje pus kokën. Daluri, mos lëvizni! Ua holla trudne! Në emër të të gjithë nereve të kodit penal dhe të lartë madhërisë, ju akuzoj për tradhti të lartë. Mos e keni gabim? Nuk është gabim, marmuarë. Loja shahut njët në gjithë botën. Kështu që si thua zotrote, po kjo nuk shkon. Po që loj është kjo? Kur kush do mund të thot, glabroj mbretëreshën? Po përndaj mbretit. Shumë e drejtë, zoti Marre. Në vend të mbretit të themi lugat. Mbretëreshës, kuqet. Një telegram urgjent. Do t'i Maksut ka një telegram. Po së thot jetë nga daja.
rastin e 37 vjetorit të vdekjes Gjajës Mretit, organizohen homazhe dhe përshpirtje për të nderuar kujtimin e tij që i nrit shpirti. Zotni dhe zonja, dhe ju milet, ma e drejtë më. Nga ky balkon, vazhdimisht ju kam sjell lajme gazmore. Haberti, Tortakifti! Sot jemi mbledhur të përkujtojmë së bashku 37 vjetorin e vdekjes së Gjajës së Nalt Mallris. Rrov Gjaja Nalt Mallris! Što ti to bal? Gjaja i Mretit ka qenë një ideator grandios i dinastisë Matjane Zogolli. Rrov dinastia Matjane Zogolli! Që edukoj një mret i cili historikisht nuk vëlli as edhe një herë. Çudi, të mos gjedhësh një herë? Zoti historian, Gjaja i Mretit duhet të zërë një nga faqet më të ndritura të historisë që dora juaj e vyrë do të ketë nerin që të shkruaj. Me këtë rast, ju ftoj të gjithve të mbajmë 10 dakika zi për Gjajën Fatzi. Kur dilim për të dheza vërqaje, e unë të thasha vraje, Moreti, pse s'ma nzi, Moreti? Fejso, Moreti, me ty e kam. Me mua e ke? Me ty, Moreti. Më falë? Mbani zi, ju mbani, pa do ta shihni kur të vi Italia. Të telendisur nga 37 vjetori vdekjes së Gjajës së Mretit njofton publikun se zyrat nuk do mbyllen 3 ditë, siç është zakoni, por një javë rresht, nga në prefekti. Ju lutem zënjushe mos u vanoni. Pa ju nën prefektura më duket e shkret. Ajo thash do të kthehej një herë me të marr aprovimin e Dajës. Aliko, janë për shkelqesinë e tij Dajën. Më falni, ministri. Opingat e Tarinës janë me nam gjithë mërtim. Oh, faleminderit shumë. Zonjëzë, zonjushe, zonjëzë të lutem shumë. Zonjushe, priti dhe. Lutem se kam thënë më lehtë. No, it's wrong. Excuse me, Mr. Jackson. Zonjushe, zamet japësh ministrit financave të kam unë. Pa, zonjushe, për shkëlqësinë e ti mos ajuka. Hidhja dhe lartë. Ultimar, ju pres me paturin. Do vi me një herë. Si pa tjetër, po. Zotin në prefekt, unë them të bëjmë një shëtit edhe nga pylli Gjekës neve. Yes. Pam. Yes. Mjall, Urdhëroni zoti Maksut. kur të kthehemi burgu i Gjajës tjetë gati. Ndryshe të bëjt falimentosh. Dëgjove thuj. More, me gjithë më të pati zoti Maksut. Për ndër mos e merr me shaka. Është dhe ndër qeveria tani. Ku janë këta gjanëm? Kaluan 10 ditë. A kemi në një bërë nga Italia? E di që sejt? Ma futot brenda? Po të kjenë dorën time me gjithë kjef. Jo, gjinjo sta. Bravo, Mr. Jackson! Bravo! Tokej! Kapot, Mr. Jackson! E brave, zoti Jackson, e brave! Gati, një minutë këtu, shikoni këtu! Gati!
Marin e një, se di karafil. Të shpojmë dhe të shfani që po qorit. Zorzen Elbej. Firmo se sa nuk është vonë. Prit më në sifkë, prit. Në gazetat thonë se mreti ynë me Mussolinin e ka vaj. Pastaj, po si kur të në hynë Inglizi? Që Ingliz, mëre? Tër bota ka marrë vesh se Anglia i ka lënë dorë të lirë duqes. Vendose këtë dhe më fut brënda. Dëgjo mua, leverdia do të jetë e madhe. Që e kjo ata më kështë të maksut? E në Italia? U fikë, përnder u fikë. Le, po një kam dorëzuar ati historiani 10 kafka italiane nga lufta 20. Futë më një brënda dhe gjitha gjitha regulohet. Zëkju, rikuar tutje, le në ratë. Zoti Muharrem, Si ve, ikë se na ka ardhur shpirtin majtë hundës. Ik. Zoti Mazlum. Po, ikër të tonë, ik. Jeni të pabes. Me thatë fjallë që do më futin brënda. Femga më në femga! Po, kjo ditë e zezë, marama. Ha? Tëra të dëshmi për besnikrina i zogët e kondër italianëve? Vaj halë si kur tëra të bjenë dorë të italianëve. Unë them të vjedhim librin e shënimeve të historianit dhe ta djegim. Jo, sa kën? Të marrën vesh më parë çka shkojtë për ne? Drejt. Muharrem, ti e ke ndorë. Të vjedhet libri urgjent. Miru pace. Miru pace. Qetsoni, do t'i lutem zotit historian për ju, qetsoni. Mirë mu pa, që mu desh mua që e thash Inglisi të më pus në histori? More, kjo karafili mos në jaj këto para, mu një agërmazin e apo të bëjnë. Kjo është hata, ashtu thuaj, meri më. Ju lutem shumë, mereni. Ju lutem shumë. Ja, e mbedi ka qenë kopuk. Në kjo të veni me qiri histori. Ku burgu, ku gjaja? No, me fut mua në histori dhe merë këto sinqira. Po? Mihal Qekolari. Mazlum Sherifi. Selim Katramaja. Qani Miza. Zenel Bej Velibishti. 20 të në qemë vaj ulliri. 50 ok gjarë. 3 desh. 30 kilogram lesh. Mo leshin aty për kokton e leshin. Shiko që ka shkërrit për hyrnere tona. Ti, kë ka vjedhur librin e llogarisur se në Elbej? Shtua? Vjen turbo dërzi. Për e po ke qene 20 vjet ajdut, për e. Mreti ynë, sovrani August Zogu i parë, shpalli fejesin e tij me princeshen hungareze Geraldine Apony. Pra më në fund, Shqipnia u ba me mretnesh. Në të mallnie e saj, mretnesha e shqiptarëve të Geraldine, ashtë e bie e kondit Julius Apony dhe e konteshës Virginia Gladys. Krushqim me një dinasti të vjetër magjare. Ka lezet. Mbreti në beqar duroj vërtet, por mori nga i der fisnike. Ja vlen? I kontesh ungareze tani do na bënden mbretëresh shqiptar. Politike holl. Zogu po na lidh aleancë edhe me Hungarinë. Me siguri Salem Roza dëshiron të shpallet mbreti shqiptar hungarezëve. Po Josifi për ashastis të gjithëve. Lindi në të mallnie e saj Geraldine. Princesha Geraldine. Kam bushur dynjan. O do sjell Italin këtu o s'ka. Ju di rof angjeli. Koha e verës kaloi prej mreteshës. Bëhet kështu zoti Maksut. Në kështjellin e moqshëm dhe S'po marr vesh gjë.
Largo, shtiu pak. Merë më me vete, Karafil. Gjithë di plak maskara. Karafil, alarm! Mesquinho! Çëshmën! Lukati bey. Yürü tevekkül! Çam ne olur mu? Gafur! Zoti historian the u qafën. Këmbën, kujdes. Agapitemu. Mbaje veten, zoti historian. Mbaje veten. Aman. Vazhdo është njeri ore! Këmë është lopë! Do t'i Karafil, aman, për që mos i komisele, mos meret vesh në palatin mbretëror. Ha gjanë? Pak e vështirë, ha? Do të përpiqem ta mbaj disa ditë në prefekturë. Po të kishe para, do t'a qoja për kurim një anin. Para? Ka dalë më në hajvan se e vrave. Po si kur t'japim gjysën e fondit që është saktu për shtrehen varfnore. Është kjo punë të nërë. Zorë se dalim. Mirë, po t'japim gjitha. Po, gjitha. Dakord. E të keqë. Dhurata dhe bagazhet mi sinin mbrapa. Qëti më së Mos e gëndis, zoti Karafil. U fikëm. Beti pa shkruar edhe histori. Mos, ma. Shyty që shpëtuam. Po tani? Tani? Tani dëgjojmë urgjent librin e historisë. Shumë mirë. Morëm vesh që shkruar aty për ne. Çdo mos. Dëgjoj morëm. Absolut ma qok, më nësidhësh prap librin e llogaristi. Hajde nisuni tani. Hajde morëm me halma. Ha morëm me halma. Hajde zoti Moslem. Kush jeti aty mu? Jam unë se Nelbej, unë. Djallor, ti që me trembe. Hëmo, jeteje? Nuk. Ha? Ja, Remke, e shikon atë atje, është koke e gjajës. Gjante kam shpirt kam, se ti e di e kam zëti sa me dorë. Ama, në ma të ndërë me rrjet italian të mi. Ashtu e më rofsh. 1, 2, 3, 4, 5. Gja, si e ka të ndisur, gja. Ku djallin të këtë fshevrat qera ta liber? Zenel Bey. Ç'patim? Idiote. Ç'ër? Ato do të dëshmojnë kundër nesh. Ç'të dëshmojnë? Të gjitha. Çfarë di më? Këtë turpshke edhe u treme, go gjabë burë. Një go gje libri, një go pëdo dhe gje libri.
Zenel, Beu, Velej, Büştü. Jo, hiç bëri, veli bishës, lakapi... Strong, man, vith. Stronja tak, thotë, për mua e ka lafin. For, vithës. Vithës, për qarë vithës, qdo të mërkysh? The, dinastu, gran, familu, of, districts, of, starina. Of, Tarina. Ist, strong man. Falër Shqip, as një laps të marrëvesh. Po kështu është e shkruar këtu, mërë Zenel Bey. Harfet janë Shqip, Zenel Bey. Apo jo, zoti Muharrem? Unë them thresin Veliun, se ai ja thot për këto punë. Zenel Bey Velibishti. Urdhëro. Beu më i pasur. Më i fuqishmi. Më i tmerrshmi. Më i llatarshmi dhe më i pangopuri. Si ore? Ky Bej Shterp është i zoti veç për grabitur myllërtën. S'kam që bëj Zenel Bey. Vetë më lutë të them çka shkruar. Imorali. Po këto janë shifër. Shifër. Është mosha e grave të zotit Zenel. Pse mërë dhe ato i ka shkruar? Po si? Inglis, të bëj kur shte peshkun e korrizit atje. Pa kam fajin vetë se e mbajta e këgju, në plëm të dorës e mbajta. Më dhe besova shtratin e grave. Falni. Rezilit. Per mua që shkruan aty? Ma. Ale, për ty. Maksud Ramo, nën prefekti Tarinës. Ky kopuk e birë kopuku. Mjaft. Ky parazit që e heq vetë. Mjaft, thash. E të gjova. Të tha mjaftaj, s'ka nevoj. Beqe. Veli, po për mua çfarë thot aty? Mu. Na fal. Muharrem Akrepi. Muharrem Akrepi që heq veten si Sherlock Holmesi, është një badakçie, një kusar që se ka shoh. Lera e Xhvajti, komedi fare. Kujtonim Gomerec ato fjalë vërteti kishte shkruar historiani. Bezo, Zogu ka ardhur nga Serbia me ndihmën e Bashikit. Gruan nga Hungaria, Historianët nga Anglia. Berberët nga Italia. E një mbret që sjell berberët nga jashtë, nuk i duhet prerë mjekra, po? Koka! sigurisht. Ulak.